والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Në hadithin që transmeton Imam Buhariu rahimahullah në lidhje me Khatijën dhe vlerën e saj, që e kemi përmend në momentin që tregum për jetëshkrimin e saj, aty përgëzohet Khatija radhiyallahu anha me atë përgëzimin që është i veçantë, që Allahu i dërgon asaj në selam, edhe Gjibrili i dërgon selam, edhe përgëzon me një shtëpi nga margaritarët në xhenet, në të cilën nuk ka zhurmë dhe nuk ka lodhje. Imam Nesai në sunenin e tij e ka shtu edhe një pjesë, pasi që e ka dërgu këtë selam Gjibrili Khatijës, pastaj Khatija e ka kthy, ka thonë inna Allahe huwa salam wa minhu salam, ose inna Allahe huwa salam wa alejke salam wa ala Gjibril salam wa alejke assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu është selam, pra me Zotit është selam, dhe selami qoftë mbi Gjibrilin alayhis salam dhe mbi ty o pejgamber, qoftë selami, rahmeti dhe bereqeti i Allahut. Realitet që kemi përmend është prej personaliteteve më të ralla në historinë e muslimanëve, mirë po që ka shumë pak fjalë që ndrujtër ose pothuajse gati se hiç, përveç fjalës parë ose margaritari parë që e kemi sqaruar, momentet e zbritjes së shpalljes që Khatija e ka përgëzuar dhe e ka forcuar pejgamberin ose me fjalët më interesante që ka mundësi më ia thonë një grua, një burri, e sidomos në ato momente. Megjithatë, jena mundu që me gjetë edhe diçka tjetër, dhe pastaj hasa në këtë hadith që do të ndalem inshallah shkurtimisht në 4 dobi, të cilat disa prej tyre ka përmendur Ibn Hajar rahimahullah, dhe disa prej tyre disa dietar tjerë si Tibi edhe El-Aini dhe disa tjerë. Çështja e parë në këtë hadith është përgjigjja e Khatijës pasi që i ka ardhur selami prej Allahut. Selami prej Allahut, prej Gjibrilit, edhe pastaj përgjigjja e kësaj. Përgjigjja e saj, thonë dietarët, që siç e përmend Ibn Hajeri, është përgjigje e një gruaje të dijshme, e një dietare e cila e ka ditë se çka po flet. Për arsye se për Allahun ka thonën inna Allahe huwa salam. Allahu është selam. Dhe nuk ka thonën wa alejke salam, ose wa alejhi salam. Nuk ja ka kthy selamin Allahut. Nuk ja ka kthy selamin Allahut. Masi që e kanë mësuar shokët e pejgamberit sa namazin, siç e transmeton Ibn Mesudi në hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, masi që e kanë mësuar namazin, kanë qenë edhe pjesa e tehijatit që thuhet. Çfarë do të Ibn Mesudi? Në fillim kur i kena thonë tehijatën, kena thonën Esselamu ala Allahi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Selami qoftë për Allahun. Derisa na ka dëgjuar pejgamberi alayhis salam dhe na ka ndalu. Ka thonën inna Allaha huwa salam. Po thoni at-tahiyatu lillahi was-salawatu. Përshëndetjet qofshin për Allahun. Lavdrimet qofshin për Allahun. Për arsye se Allahu është selam. Khatija në fillim të Islamit halapa u mësu tamam ç'është duhet çështjet e fesë, nuk e ka bëu çet gabim. Nuk e ka bëu çet gabim që e kanë bërë sahabët masi që kanë shkuar në Medinë. Domthon sahabit që kanë ecë me pejgamberin alayhis salam me vite të tëra. Nuk e kanë vrejtë që të gabim përderisa i ka përmirësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po çfarë arsye do shoh vllazni? Për arsye se si thot pejgamberi këtë hadith,
Inna Allahu es-selam. Allahu është vetë selami. Vetë është paqëdhënësi ose vetë është i patëmeta, i ploti, i përkryeri. Dhe kur i thuti qoftë selam, unë e dërgoj selam Zotit, pi thu që unë po ta jep ty që të epitet e ka aj. Aj e ka, së mund është mjallon në diqa që e ka. Plus, prej kuptimit dytë të selamit është se e pastron atë objektin ose atë personin ose atë që e dërgon të i dërgusi, që e dërgu selamin e pastron për çdo të mete. Allahu nuk pastrohet. Allahu nëse do të pastrohet është tasbihi. Mi po jo me selam, se me selam do më thonë që ai ka të meta, po najna të ja qu një selam edhe të munu me pastru për ato një të metave. E subhanallah, kur e kam përmend që të hadith, dietarët, e kam përmendën prej Ibn Haxherit e para Ibn Haxherit e shumë tjerë, kam thonë, ky hadith e tregon vlerën e Hatixhës, radiallahu anha. Kur e ka përmend Allahun, ka thonë, Allahu është selam. Pastaj, kur e ka përmend Xhibrilin, ka thonë, po, atina i ka qu selam, Xhibrili ka qu selam, edhe pejgamberi sa i ka qu selam. Kurse Allahu si ka qu selam. Ka thonë, Allahu është vetë, ajo është selam vetë. Nuk ka mundësi na mi aqu si njerëz selamin. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, këtu dietarët e kanë përmendur se po ashtu pe fikhut, pe kuptimit të drejtë të Hatixhës radhiyallahu anha, është se i ka kthy selamin edhe atij që ja ka dërgu, e që në këtë rast është Allahu, edhe atij që e ka sjell, e që këtë rast është Xhibrili. Dhe edhe atij që ka qenë prezente, që këtë rast është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faktikisht edhe pejgamberi ka qenë një lloj sjellësi prej Xhibrilit te Hatixha, se Hatixha nuk e ka dëgjuar prej Xhibrilit. Dhe kjo është për meseleve të fesë që dietarët e kanë marrë këtë hadith si argument që është sunet, disa kanë thonë është obligim, me ja kthy selamin atij që të ka qu selam përmes dikujt. Për shembull, me thonë dikush, qoj selam filanit, edhe ti i thu të ka bu selam filani. Sipas një mendimi dietarëve, ti e ki obligim me ja kthy selamin që ti që ta ka quhe. Pse? Se ty të ka specifiku, të ka precizu me selam. Kurse, këtina që ta ka sjell selamin, këtina mundesh me ja kthy selamin, mundesh edhe mos me ja kthy. Edhe kjo përmend që të mesele dietarët e binë që të hadithin e Hatixhës. Që Hatixha ja ka kthy selamin Xhibrilit që ja ka sjell, edhe Allahu në formën që tregum, formën që ka merituar Zoti. Për ndryshe, kish me ja kthy që ja kthej njëri, po për shkak se Allahu e ka pozitën që ka, e ka kthy çat formë, kurse në realitet e ka kthy selamin. Dhe kjo është po ashtu pe meseleve që e kanë përmend dietarët. E treta, ka thonë dietarët, është te selami Hatixha radhiyallahu anha e ka rujtën renditjen. E ka rujtën renditjen në aspektin logjik. Dhe bëhon Allahu pikëpari lavdrohet, pasi që aja ka dërgu selamin edhe ka përgëzu me xhenet, pastaj Xhibrili që e ka sjell i pari, dhe pastaj i treti që ka qenë në këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe kjo, Hatixha i ka përshëndet Allahun me formën që meriton ai, e ka lavdru, e ka madhru, aja është selami, pastaj e ka qenë selamin Xhibrilit alayhis salam, dhe pastaj e ka qenë selamin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është formë edukative e selamit. Dietarët kur e përmendin çështë hadith po ashtu, që është dobia e katë dhe e fundit, e përmendin edhe çështjen e vlerës dhe pozitës së Hatixhës. Disa prej dietarëve, siç e përmend Ibn al-Arabi edhe disa tjerë, thonë se ky hadith tregon se Hatixha ka qenë gruaja më e mirë që ka ekzistuar në kohën e saj deri në ditën e Kiametit. Pse? Për arsye se kur e bojnë krahasim me Aisha radhiyallahu anha, se edhe Aisha Xhibrili ka thënë selam. Amo e kena treguar Xhibrili, jo Allahu. Xhibrili ka thënë selam, thonë se Aishës, edhe pse i ka selami për Xhibrilit, por nuk i ka ardhur prej Allahu sikur që i ka ardhur Hatixhës. Andaj Hatixha është më e vlefshme se Aisha. Disa dietarë tjerë thonë se Aisha është më e vlefshme për arsye se pejgamberi sa më ka përmend në mënyrë speciale në hadithin që ka treguar se
disa prej grave që janë 4 janë të përsosura dhe në mesë e tyre ka përmend Aishën. Në disa transmetime tjera e kanë shti edhe është përmend edhe Hatixha radhiyallahu anha. Andaj ka diskutim mes dietarëve se cila prej këtyre grave është më me vlerë, a Aisha apo Hatixha, dhe Allahu alem në bazë të këtij hadithit, në bazë të hadithit tjetër që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, zotreshat e xhenetit janë Fatimia edhe Hatixha. Dietar kanë marrë përfundim që Fatimia është e para për grave më të mira prej pejgamberit, prej ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domthonë prej muslimanëve deri në ditën e gjykimit, dhe pastaj vjen Hatixha dhe pastaj vjen Aisha. Pse Fatimia? Pse Fatimia? Pyetje vëllai. Për shka? Fatimia? Sa është pjesë e pejgamberit, sa? Është pjesë e pejgamberit, sa dush me pas vlerë dikush tjetër, Fatimia o konën pjesë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk ka mundësi me marrë dikush në rend me to për shkak se s'mund marrë rend me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por ndyshe na është për vlerë, për sakrificë, na është për mundim me kështu me radhë, ndoshta dikush kish mundësi me sakrifikua, më nuk e ka këtë vlerë që Allahu ja ka dhënë, domthonë nga krijimi e që është pjesa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë 4 dobi dashur që si thashë mundu me nxjerr prej kësaj përgjigje të Hatixhës radhiyallahu anha, e që mendoj që secila prej tyre ka një rol të rëndësishëm në jetën tonë si besimtar, sidomos pjesa e parë, dija e saj dhe qasja e saj e duhur me Allahun azza wa jall, edukata e debi e saj me Allahun azza wa jall, e që është mësim i duhur sidomos për kohën e sotit që muslimanët e kanë humbur ndoshta edukatën edhe me Allahun, edhe në të shprehur, edhe në mendimet e tyre, po edhe në qasje. Allahu dhe mësmiri, walhamdulillahi rabbil alamin.